Seancën e sotit të ushtroku do të ta mbajmë në ambientet e jashtme. Sot jemi në pishinën e hotelit Garden, një pishinë fantastike, një ambient fantastik. Me neve do t'jetë aktori Rifat Smani, një njeri i cili ka bërë një transformim total. Mu ka pëlqyer për veti tepër shumë. Sot ka me qenë me neve, kemi me ushtru bashk. Ushtroku do e ka këtë mision, me u forcu, me u transformu, njëjtin qysh e ka edhe Rifati që e ka pas. Para se me ushtru, është mirë me pas bortin e shtrast. Po. Anja ta heki? Heke, edhe e hojna mas ushtrimeve. Që to pe hoqë, që Qatë ka fshat haje me t'jofshëm edhe ma shumë mas ushtrimeve. Në është nuk vjen me vjellë mo. Hajde. Ja, se besaj. Atëherë, ushtroku do 3 herë në javë. Kemi vendosur që gjatë muajit gusht me i bo seancat outdoor ose në ambientet jashtme. Për këtë juve që jeni për herë parë në rrjetet sociale, kjo është platformë e cila ta mundson me u transformu prej hapësinave tuaja. Pa pas nevojë me shkum fitness. Ke pasi trupi. Pasi trupi. Këtu çdo seancë ne mundohemi me fol diçka për trupin, shëndetin, për ushqimin, vitaminat e çdo çka tjetër. Edhe e kemi tregu që është e mundshme me transformu trupin edhe prej shtëpisë ose prej ambienteve kudo që jeti. Veç me pas vullnet. Veç duhet me pas vullnet, më kujdes pak për ushqimin edhe transformimin vjen. Është shumë e rëndësishme që transformimi me ndodh gradualisht, me ndodh ka dalë që ka ndodhur te Rifat. Unë jam kon keq shumë mal. Vjetë më kalldu më herët. E di pak e di, po ti po më duket ke hub bajgi kilogram ke hub. Kom hub kile bajgi, po do të thonë unë këtë periudhën kur çosh pi gjumit që bëjton më marr me diçka unë atë kom hek, edhe më nuk kom pritur me shku fitness 2 vjet. 2 vjet kur nuk jem nalt të ushtru, nuk o që kom hin dieta strikte kështu me thonë, adin po hin dietë, po që kom nal pak mbrapa me ushqimin, kalorit edhe seni kryesor që mua më ka pëlqyer te ti, domethënë kur e kam marrë vesh që i dobësu gradualisht edhe i dobësu ka dalë kon seni më i bukur se ajo është mënyra që trupi transformohet, që trupi ndryshohet, domethënë çdo sen që ndodh shpejt edhe kthehet shpejt. E ti e ke bëu ato ka dalë. E ke bëu ka dalë, e ke bëu shumë bukur, edhe kur mos ki më trash. Kjo unë i komi malin dizajnat, unë komi pak në fitnessin ka një qef, të kom ishtin teatës. Kom ishtin teatër me duke një shfaqe. A shkojmë ka dole, që hojë? Atëherë, qysh e deni, do me thonë, struktura është 10 minutat e para i bojmë nxemje të trupit, 25 dhe 30 minuta bojmë ushtrime, edhe 10 minutat i bojmë zgjatje. Do me thonë është kombinacion i disa sporte, do me thonë e kombinojmë crossfitin, fitnessin, yogan, këtë mundohemi me i kombinu me një seancë vetme që me pas trupi sa ma shumë lëvizje të ndryshme. Atëherë pa humb kohë, aty kudo që je, hajde zgjohu ti bashkë me neve. Edhe po fillojmë me nxemjet e trupit, po njëjtën kohë edhe bëjmë muhabet. Po çush jo, ma jo. Kush na nol neve? Tash fillojmë me nxemjet, hajde ti kudo që je aty në hapësinat e tuaja, mundesh me fillu me nxe. Do të thonë shkojmë prej pjesës lart deri në pjesën e poshtme të trupit, 5, 6. Kryesisht ka 10 përsëritje, 8, 9, 10. Edhe krahti, 1, 2, 3, 4. Ma që të mira ushtrimet, a? Që me lisë që sa s'kara me ushtru me pesh trupit, që ti fitness shkon, po kështu. Me pesh trupit pak ma pak, po një dit njave kena bo kryesisht po mimi me pesh trupit. Edhe mrapa, 1, 2, 3. Me pesh trupit kur ushtron, do më thonë, trupi i bën disa lëvizje që zakonisht nuk i bën me pesha. Me pesha janë ushtrimet ma të izolume. Shkojmë pjesën e belit, 10 me 10. Hajde. Jem dogo si me him balet. Të në dy blije. 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ideja është që trupi i njerit është i aftë me bo shumë lëvizje që na as nuk i bojmë kur. Okej. Unë lëvizjen të matë madhe kom dhe në market me shku veç. Ato që o marketin gatë. Hajtë dhe gojnë. 1, 2, 3. Veç unë e qatë kisha thonë, për shembull një këshill të vogël njerëzve që jetojnë në banesa, për shembull nëse kanë liftin, është shumë më mirë me i shfrytzu shkallët. Po. Për shembull një shkallë i djeg 10 kalori. Nëse kin katin e tezë, i kin ja sa më bën 80 ja 100 shkallë, ka 10 kalori, ja 150 kalori. Po që aty ko këna të pësune se mu së më bërë në lifti. Po që ka shvedi, mu lifti. Ty duhet me konë, në më thonë me ushtru bashkë ta këta prish liftin. Hajde, shkojmë poshtë. Hajde, shkojmë dorën e maj koma djasht, ana shko këtu. 1, nalt. 2, nalt, vët sopa. 3, hop.
A pshet që aktivizojmë do muskuj që më të si ke pas aktiv. Zdi sa, 7, më do këtë 8, 9, 9, 10, shumë mirë. Perfekt. Perfekt, a? Tash kam me bu një sen, Okej. lindër në zemjet ma të mira, kur bunë në zemjet, është kërcimi litar. Në më thonë, po na thash, pasi s'kemi litar, kemi me bu kështu, me paramendu që e kemi litarin edhe spesh me këtësy për 1 minut. Shumë përpi 6 deri në 7. Okej. 3 minutës 6. Do thonë me imaginu litarin. Spesh me imaginu litarin. Litari është koordinimin mes durve dhe konve. Këcen e sill. Që do këtë kështu, 3, 2, 1, edhe shka këtu. Vesh kërcim të vogël. Sille litari. A po t'ja bëjnë 2 herë ma shpejtë në kështu. Ja do që e bëjnë ka 2 herë kështu. Hajde ti bashkë me neve aty ku dhe që e vazhdo. Kërcen litar. Po më do këtë pesha dikon kuzhinë të ushtru me neve që t'u gatu atje. Shvi. Edhe ajo bënë, pse jo. Ku do mund është më ushtru? është sa e letë është. Veç pak vullnet duhet edhe. Ndi është ma e fort. Punë t'i bënë ma letë. S'ki nevoj mjak lyp për kujna një gotuj kur plakës. Po jo dhe. Në thonë ka benefite pa fund. 48, 10 sekundat e fundit, vazhdo. Bra, super. Atëherë, që shu kemi tregu gjatë mujt gosht në këto seansat outdoor, kemi bo një dhurat, një giveaway në çdo seancë. Unë flas për një fenomen, flas për një informatë të cilën ndoshta edhe ju disa të juve e dini, disa jo, mirë po bazuna atë pyetje në fund të seancës, kush i pari e qëllon pyetjen, ka me marrë dhuratën. Atëherë, gjatë mujt verës është shumë e rëndësishme me pi ujë. Femnat duhet diku 2.7 litra me i pi në ditë, jo ujë, jo gjitha tjerë ujë, 2.5 është ujë, edhe langje tjera, qajnat edhe. Ndërsa te mashkujt është 3.5, 3 deri në 3.5, 3.7 është totali, mirë po 3 deri në 3.5 është ujë, edhe tjerat mundet me qenë qajna edhe sene tjera. Do thonë ujë po du ka me pi bajki shumë mal, a? Pa tjetër. 3.5. Sidomos për neve që ushtrojmë, kemi nevojë me pi edhe pak ma shumë. Po. Kush nuk ushtron, që është njeri i zakonshëm, te femnat është 2 deri në 2.5, ndërsa te moshkujt 3 deri në 3.5. Se uji është burimi i jetës. Burimi i jetës dhe energjisë. Muajni në mend pyetjen e ujit sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, tash na gati krytëm në zemjet, po fillojmë me ciklin e ushtrimeve që e bëjmë. Atëherë, pjesa e parë e ushtrimeve është të bëjmë jumping jacks. Okej. Të kombinojmë me e dyta. E dyta ke box, side box, edhe treta ke plank position me luna. Atëherë shkojmë në 9, po fillojmë. 20, 3, 4, 5. 1, 2, 3, me frimarje. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qitë pak më përpara, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Shumë mirë. Hajde, godisim në anën e maj. 3, 4, 5. 1, 2, sile trupin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, perfekt. A që du me t'i qitë. Tash, dy dorë me njëmi prejk. Nice. Edhe shkojmë poshtë, shko poshtë, në këtë pozit këtu, edhe shko të peshat. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Shtrëngoj muskujt e barkut. 8, i ndjena, po, apini muskujt e barkut. 9. Qështu si ke ndje? 10, super. Perfekt, pak pauzë. Atëherë, Shena me një pikë muzikore. do na mu plotësu që 2 dumbbells të Zipros ka me qenë giveaway ose dhurata për seancën e sotit. Ma të mirë ashtu, edhe një nisi dhe barku pak. A e nive? Po. Dhe me thonë, nuk është, edhe nuk janë lëvizje, veç me thonë, shtu crunches poshtë i farë zgjatje, Po. se për me u zhvillu muskujt e barkut, adin sa janë dy një farë lëvizje mujnë me bo. Nuk ka nevojë edhe veç lëvizje statike, po me bo edhe lëvizje të ndryshme, zhvillohet ma mirë. We don't quit. Në 12, për me setin e dy. Energy rises. This is your time. Step by step, beat by beat, feel your body waking up. Okej. Vazhdojmë me setin e dytë të ciklit parë. 10 sekundat, a jena gati? A jem? I më para pak. Qëtu? Do kësh ma i Hajde. pak ma ashti. 5, 4, 3, 2, 1, shkojmë, hapa. 1, 2, 3, vazhdo, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, bravo. 3, 4, tash. 1, cile trupin. 3, 4, 5, 6, cile trupin, 7, cile koma, 8, 9, 10. Super. Haj, shkoj poshtë. Zgjatë dorën, që ti komt poshtë, që me tra dora maks më zgjatë. 3, 4, tash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, perfetto, Qka pak më leovri. perfetto. Apo ta bëm bazeni me zyme. Shumë. Masu Si të kry. masu shtrime. Si të kry. Veç me t'ja futur. A të me iti? Po ta ksyrin, po. S'po di. Do dhe pse, kom shurse. Ama ja vlen. Ja, një 2 orë shtu në për riva la masë. Po, a? Pa thua, a? Se jo? Okej. E fundit pak ma e E leovri. kemi edhe tretën, po dhe? Se mush është pak frym. Edhe këto zgatën. Ama kjo është mënyrë fantazi për mu do të sua. Po që Se kam binëm në një seansë fitnessit. Një që shtu me body weight. Një ashtu një kështu, ose me bo 2 atë para ditës. Para ditë fitness këta kështu për një muj. Do me thonë, i ki 2 seansa në dite, i ull pak karbohidrate tje perfekt. Nice. A din sa shpejt do të thosh. Se kjo ta kap është qëtë stimulant tjetër. Veço do të pas kohë për këto malë, 2 E ditë. vërtet. Këto jo, këto mund me bo në shpejt. Po. Këto mund me bo në shpejt dhe Po. s'ki nevojë me bo, e bën për 20 minuta. Hajde, a vazhdojmë? Hajde, pelojmë në 15. E mira kësojna që e bën në shpejt veç vetë, e shoh videon, e bën. E s'ki nevojë me bo krejt. 15 minuta me bo e bëllësht. Hajde, 10. 8. 7. 5. 4. A je gati, hajde. Hajde. Hajde, shkojmë pjesën, ne shkojmë pjesa tretë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
5, 14, 20. Tash boksi, hajde te boksi. Hajde të boksi, let's go, 3, 4, tash. 1, godit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Hajde. Hajde, my man, let's go. 3, 4 tash. 1, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Që kjo më ka leo pak. A pështu më vëllo? Kjo do vëllon në ujtë ma vën me sy malë për mas. Kështu do mu gjukent. Më pa. Ja, një shyt. Ti kytëm 3 seri, a? 3 seri, ciklin pa shkun, pak pauzë, shkoj me ciklin e dytë me 3 ushtrime tjera. Shkojmë me pjesën e dyta, po. Po më do këtë pak, ajo më atleta më të shtira dyta, dhe s'ta dim. Po tash, normalisht sporat janë pak si trupi të unë ze, edhe pjesa e dytë e shfrytëzon ku trupi veç janë ze, muskujt e nxjerr maksimumin ça mund është prej trupit. Tash do dosh më thonë po në gati Po në gati për pjesën e dytë. Kena me bo skleka, pompa, push-up, si është Okej. me qujt. Për femnat, për juve mundën i bo me gjoj, na mashkujt i bojmë normal, domethënë femnat mundën i bo kështu. Domethënë në këtë formë, çështu, ose na i bojmë kështu. Është versioni i dytë. A bën mi bone si femnat jo, a? Hajde, shkojmë. 1, 3, 4, tash. Hajde, shko. Mos u bë. Hajde. 1, 2, 3, liroj frymën. Dej pull. 4, 5, 6, 7, dej poshtë. 8, 9, 10, bravo. Veç hapi kom të hop, vazhdo me dorën e majt, e para dora majt. Shkojmë, 3, 4, tash. 1, 2, 3, 4, 5, vazhdo, 5, shtyje, 6, 7, 8, 10. Perfekt. Që si më doket 100 i bona. Kur së kryshin? Hajde, kthehëm çështë. Nëse ja u kthejmë pak çështë ja, like nëse ja u kthejmë. Hajde, 3, 4,
Shko kom nalt, cili dur. Hajde, shko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Perfekt. Shkoj e para me qka që krytëm. Dhe ishtu e poza. Dhe ishtu e poza. Mirë pashim. Buka ku ketë që tja? Okej, përfundoj edhe seti i parë i ciklit dytë, edhe pak nga kanë met. Koha po shkon. Vazhdojmë me serinë e dytë të ciklit dytë. Për ty që e ullë edhe ki pushu dhe i tash, qohun kom se duhet me najt aktiv deri në fund. Hajde. Për femna me gjoj, për mashkujt drejt. 3, 4, shko dej poshtë. 1, 2, liroj e frymën. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Perfekt. Hajde. 3, 4, dora maj, gati, tash. 1, haba. Liroj e frymën. Haba. 4, mos u ngut, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Sfid pak, ha? Knasi bre, knasi si me hongër sushi. Bash. Kom, nalt. Shko. 1, 2, haba. 3, 4, 5. Bravo. Super. Kallëzëm momentin e parë kër vendose me bo transformimin. Po më interesant, që shëvun, a ka pas një moment ku jeni i trash, me thonë ose i plot, edhe ka shku vetja nerva dhe ke thonë atë diçka. Pishti momentit, Unë e malë kështu, buk falish me ta tregu, i trash kështu me bashkë se më konë shumë. Po më konë keq edhe më konë kondiksion nuk më pas. Për shembull unë mi ka prish nervat vetja dimrit çizmet për uqa me lidh dhe mu shafrym. Nuk po foli për ma larg. Nuk po foli me shku diku me hyp kerr me hez diku apo me shku dën kerr kom pritu. Çizmet kom pritu me lidh. Që dojnë konë momente ku kom thonë do të me nis kapak me marr veten se jeta shumë e gata për me çu keq. A ka pas një moment kritik ku ke thonë e mon nën qatë natë ku ke thonë ej, pe i nesër, ajo, karrierë në tëshëm se për mu më vatë boa fatë gjatë ajo Ki fillon ka pak me hek, ka pak falë ma herët. Qashtu. Edhe e kum bo kështu. Për mua që kjo shumë e veçantë, se une nëse në ora 7:30 nuk jam fitness. Une në ora 8 nuk kom qa lypi mati. Ja, se për mu ban e jo vonë, për një me. Për shumë Sa herë një avë shkën fitness? 5 herë. 5 herë. 5 herë. Bravo. Kom shku dhe shtunëve, po ta që kom nalë pak, se po duhet pak këtu me marrë vetëm, po jo, 5 herë kom gjithë kështu. Shtunën dillën pushon apo? Po, pushaj. Ka nevojë edhe me pushu trupit. Po. Trupi zhvillohet veç kur pushon. Po. Do thonë, sa është e rëndësishme ushtrimet, është e rëndësishme edhe bile pushimi është më i rëndësishëm se ushtrimet. Qashtu. So, Bile kena një grup aty fitness që ushtojmë ata e din që unë s'mungoj kur, apo din gjithë shkujnë sa da jem, rifati o gjithë. qysh me VIP e kur po mungë? Kur? A gajle kënej sa dush, apo din? Zakonisht njerëz që kanë angazhime edhe mungojnë në fitness, po që njeri që mungon asnjëherë. A shkojmë me pjesën e tretë 15 sekunda, i kemi? Shkojmë. Haj. Pjesa e tretë. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, vazhdo. Qa që është i fort, as nuk e ka një që e konë shpilë.
S'mja qip elefantit një mizë. Hajde, 3, 4 tash, shko. 1. Mos u got. Ka, vazhdo. 6. Tash çlirove, 7. 8. 9. 10. Bravo. A shkojmë? Haj. Thank you. Haj, 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perfekt. Nuk e di ma la është puna ambientit, a shave që ndërku më ka ndonë me kryu shtime më konë shumë qilë. Tash ta kalzoj. Shumë edhe e ki hapë si, që me thonë si, është shembull shumë i mirë me kuptu që në momentin që sasia oksigjenit është e madhe, Okay. trupi funksionon më mirë. Do të thonë, pak është edhe Do të ambienti. thonë në ambientet e mbyllura, ku temperatura është pak më e nxehtë, është e vërtetë që hu pesh më shumë. Mirë po, për një kondicion më të mirë për sasinë e oksigjenit, se sasia e oksigjenit është direkt e lidhur me kondicionin. Kështu që kondicioni është, oksigjeni është numër 1. Sa kanë metë edhe shumë minuta, na kanë metë edhe, po besoj edhe një cikël muj me bo, edhe mas nejt gjatë zgjatjeve, edhe E kemi tash një cikël me 3 ushtrime, a? pas të bëjmë edhe një cikël me 3 ushtrime, Okej. pas po shkon e lehtë, e mesme, e fundit, E fundit është asaj. e fundit është mos me thonë vrasë se po t'ingron shumë, po E mundimshme. e mundim shpe. Hajde që kemë farën. Atëherë, po shkojmë me ecje, Okej. poshtë, 5 lëvizje, kthehemi mas, 5 qasi. Mas nej poshtë, 5 anash, edhe një bark. Po shkojmë në 29. A mund me hi e treta not për shembull, atë ishim Po, minutë. treta është, domethënë që fut 100 metra not edhe kthej. Zbën pa shfrytzuar zbën. Është ide e keqe me bu një seancë me not. Po s'ka njerëz në shtëpia që Po, në vërtet. bu bazenin. 5, 4, 3, 2, 1, kom drejt, shko. 1, 2, 3, 4, shko. 1, 2, 3, 4, 5, shko mrapa. 1, 2, 3, 4, pra poshtë, me 4 lëvizje. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, shko mrapa. 1, 2, 3, 4, shko. 1, 2, 3, 4, shko. 1, 2, 3, 4, 5, mrapa, edhe 2, shko këtu. 1, 2, 3, 4, shko. 1, 2, 3, 4, 5, shumë mirë është. Hajde ta shkojmë poshtë, bashkë poshtë, vazhdo poshtë, shko anë, edhe copa ana, shko. 1, 2, 3, strëngoj muskët e barkut, 5, 6, 7, 8, 9, 10, që kjo është. Bravo. Që ke pak e mundimshme. Si me hangër misht pulës, pjekë. A ko që tu? Kur ushtron, unë mendoj që është nga si anjejt si me hangër një ushqim shumë të mirë. Vërtet. Që keni cikël me 3 apo? Ka po për konsiderojmë si 3, sepse e para i ka 2, Qashtë po. edhe këto 2 3. Nice. Jens, a kështë mujtë me bo shta? Po, ti kështë bo. Me trup. Tregova dhe ma herët çdo ushtrimet me trup, do me thonë, e ka një mënyrë tjetër dobësimi, do me thonë të dobësoj ndryshe, jo si me pesha. A di se ta marrin edhe sheqerin edhe yndyrën njëjtën kohë. Me pesha gjithmonë është sheqeri. Kardio është yndyra, e kjo është një farmesi i të dyjave, dobëson, do me thonë është e pa me çfarë dobësimi të bën. Me bo mi kombinu fitness me këto. Sa një ma e mirë. Ajo është miracle. Fitness kësi edhe sushi.
Se jo, qëre, sushit kur i meritan, se mos mi hongër. Ka për gjatë keqe, veç du të mi meritu. A shkojmë? Po. Në thënë, e para me 4 lëvizje. Ta uje kanë qimë të në kesh. Shome, po të ata qesin bazin, mani. 3, 4, tash. 1, 2, 3, 4. Shka. 1, 2, 3, 4, 5. Shko mrapa. 1, 2, 3, 4. Hop. Vazhdo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Shko mrapa. 2, 2, 3, 4. Hop. 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Shko. 1, 2, 3, 4. Edhe 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kejtë e fundit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. A kësaj here, kur shohësh poshtë, mundon mi majt kom drejt që me i zgjat muskujt. Hajde shkojmë. Hajde ka dal. Smooth. Hop. Shko anën djathtë që 3, 4 tash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Me kon letë kejt ishin kon zhvillum. E vërtet. Ta zonë malësuri. Më kon letë. Më kon e letë, kejt bazenin me trupa perfekt e këshin po. Në kamet, veç një cikëll. Ja, për ndryshe, për një ma shumë mirë. Te për mirë. Ti a e lo? A peki pak? Jo, une jo më mësu, e kam dozë vitore, une nëse nuk ushtrej, për shembull, me bo mos me ushtru gjatë një ditës, se të shumë vjetë, trupi jo mësu, edhe tash për mu, une jam normal kur ushtrej. Okej. Kur s'ushtrej, që jam bashkë në formë ma firqë, me thonë. Veç ka njerë kur pushoj, për shembull të dilleve, ose me gjithë tjetër. 34. S'po di që shpo dokum garantë së të. S'po dokum shumë mirë, po se jena të kuashtë në një. Sa do? Se bojmë edhe pjesën e tretë. Pjesën e tretë dhe notin e kema? Edhe notin fund po. Jo, noti ai kojshia jam, po... Jo, noti. Po dhe të timba. Hajde. Hajde, kejtë e treta, e bukura, e vërteta. Dhe e fundit. Dhe e fundit. Mas ne në fund yoga, zoti e kemi më knoqë. Hajde. 3, 4, tash. 1, 2, 3, 4, shko jashtë. 1, 2, 3, ulle trupin edhe pak 4, 5, shko mrapa. 1, 2, 3, 4. Hajde, vazhdo. Shko poshtë. Ulle edhe pak trupin, ulle edhe pak, shtrëngoj e barkun. 3, drejtoj dur, 4, 5, super, që kjo është. Hajde, shkojmë, bra, shko. 1, 2, 3, 4, shko. 1, 2, 3, 4, 5. Edhe një, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Pak para lajmëru, 20 sekunda, haj njës. Një që aty? Hajde. Hajde, shkoj. 3, 20 copa. 3, 4, ta, shko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, manaj, 9, 10, vazhdo, 11, fundi, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Edhe ty të lumt. Thank you. Bravo. Ju që i keni bo të shpia, respekt për juve, si ju kena po besojmë që i keni bo.
focus. Right here. Right now. Feel the bass. Feel the pressure. Every second counts. Let's go! Move! Push! Qka që duhet me ushtru për me bo trup, që? Ditë. Po pse ju? 3 herë në javë, edhe 4 herë, 25 minuta, për fantazi. Veç pak i nalë sheqerin, drumin, që shto ushtrime i ban, i kombinon, edhe... Tren mirë këmisha, i bosh në formën që me mundje krenar dhe mundje mirë me vetën, se mas me e mira s'ka punë. Për sot e krytëm na? Yes, tash ka daj po qëtohemi, bojmë pak zgjatje. Hajde, qik ma dorëm ti mu qëtë. Qëtë? Po, i ka pe komën tonë të djatë. Maje, zgjatje. Ti maju me naj mur aty ku je, ose me naj dolap, me naj karri, ku dhe që je. Unë e mundësin e vetë me të kam qëtë. Hajde, tjetërëm. Hajde këto vesh. Tash e kitë bravo. Dhe çfarë mobiliteti, që kjo është mobilitet balans. Kur mund është me najtë Pashtu edhe pak në zgjatja, të bën pak, a shko poshtë në shpinë. Okej. A shko në shpinë. Greja kamën që të kapën e dy dhurë, qafi maje. Me të shpinë normal, edhe maje 20 sekunda njënën, 20 sekunda tjetër vërë. Dyja. Qysh ju tregova ma herët, atër në këtë seansat në outdoor kemi dhonë ka një shpërblim për ata që e kanë përcjell seancën prej fillimi deri në fund edhe kanë qenë të fokusum në ato që kemi spjegu edhe që kemi tregu për trupin shnetin e kësaj here. Pyetja është për me i fitu 2 dumbbells prej Zipros, pyetja është sa është sasia e ujit që duhet me pi gjinia femërore edhe sa është sasia e ujit që duhet me pi gjinia mashkullore. Hajde edhe pak, shko qëtu, shko në altë, qëtu dhe që shaj trupin ma i qëto drejt, hapi edhe pak po. Shaj trupin, dhe shaj kusht, në nomi ma i drejt qashtë, dhe që relax, shaj edhe ty tek, shaj kej trupin, relaxej, i ndjenë zati qëtu. Shumë mirë i ki, zati i ki shumë mirë. Zati e keqë është kur qëtu të më rindora. Në momentin që shkon poshtë, qëta, shko qëtu ullu, 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 dheri poshtë, qohu tash në altë, që sa ma të relaksu me e. Hape kamën edhe pak qështu, shko, hape edhe pak, shko me komplet trupin të ana e djast, pule kryt, drejtoj kamë, drejtoj djast. Shko në altë, dorën e ngrehe krahun, zate, në keqët pjesë, shtu drejt, me këta e ngre, së zgjatë. Shumë mirë. Shko prap të koma tjetër këtu. Shko në altë.
A kështë mujtë me paramendu jetën pa filtres? Kur njetë. Unë e kur qonë njerëz me A gjesë. ke po në herë andër, gjatë kësaj periudhës që e ke lanë, me po andër, që e ke lanë edhe prapje prasë. A ka ndodhur? Unë e kom një rast taloma të shtushëm për Hajde. shembull. Për mu nuk është ondra me që e kom lënë. Për mu është njerëz që i shoh për ditë, shohin me pi kafe, nuk shkojnë vitmes, mëngjes. Aty për mu është shumë e çuditshme ajo. Qysh nuk ka kohë njeri edhe njerëz që thonë nuk kam kohë çuditshëm. Qysh nuk i kohë më marr me veten një orë. Po din është pak puna shumë më mirë, pavarësisht pa profesionin e tij. Apo din hin rregull njeri, pa hin sistem. Se di. Kur njerëzit e kuptojnë që 90% të problemeve si me shtypjen e gjakut, me tensionin e lartë, me sheqerin në gjak, edhe plot sene tjera ti veç me një seancë, çfarë që e bën, ti mundesh me eliminu çdo probleme, qysh, unë të kuptoj qysh njerëz kanë vullnet me shku me humor me çdo sene e mos me shfrytzu. A dhe nëse kish pas qene, veç e ta shprej edhe kështu, nëse i shkon një hap i vetëm, i cili ke çdo probleme ti kish rregullu, a kish marrë gjithkush patjetër që po. Fitnessi jo, sporti është ai. Sporti është ajo që ti rregullon 95% problemeve. Sinqerisht me fol, do të thonë më sinqert në herë që kam fol është nëse ta them vërtetën është që fitnessi nuk e kam nisë për mu do opsioni që bërqin sa kam nisë si që kesh në tjeru. Ti bën trup pa vedije, tu shku për ditë. E kur shkon për ditë, më konë ma i qetë, me marrë jetën ma ndryshe pak, atë e bën e që bën në trup. Trupi vjen. Trupi vjen, se ti e tu shku për ditë aty. Ti shkon aty për terapi, shkon për E qunë telefonin 2 orë diku, ti në ushtron, kur dhe merë telefon ki 100 thirrje, por gjatë ushtrimeve si ki pas. E vërtet. Edhe nuk ka ndjenjë më aty kur del ti. Kur del domethënë prej seancës, kur del të fitnessit është ndjenja e lirisë, ndjenja e, domethënë sepse truni jonë, zakonisht truni jonë e ka një detyrë me menu për të ardhmen tonë edhe për të kalumën tonë edhe të dyja, edhe ardhmja dhe kalumja krijojnë situata jo të mira. E vetëm moment i ditës ku truni jonë punon kur gjë, është kur shtran. Domethënë jep hapësinë trupit trunit me u përveç benefiteve tjera edhe me u resetue, me u rekuperue. E vërtet. Faleminderit për sot, jam kënaq. Po di më. Jena kënaq se ti për informata për gjem. Njëjtën kohë, jo, ti për informata njëjtën kohë je person që e ke nisë një rrugtim edhe je shumë proud me veten tonë edhe që kjo energji mu gjithmonë ma shumë pishon energjinë tënde. Dikush që ka vullnet, kur kanë dy njerëz vullnetin e njëjtë, atë është shumë e bukur. Unë e bëj ushtrime për ditë, po çështu çdo ditë nuk bëj, që për mua ke pak risi, po ke shumë mirë. Janë se po. Faleminderit. Ushtro kudo, shihemi